përshëndetje kushtrim, jemi këtu në Kamenik të Hasanbegut. Pak më parë ishim bashkë në një aksion ku banorët e kësaj zone kanë filluar që të kërkojnë vajzën 16 muajshe Elif Fezullahu, e cila është zhdukur nga vërshimet e së shtunës. Këtu në Prapavi, siç po e shihni, duket mjaft e dëmtuar një shtëpi, e cila është shtëpia e Xhelil Hisenit. Xhelil, a mundesh më na tregu si ka ndodhur, sa keni pas dëme, veç se po duket paktën? Po, sikur të shihni edhe vetë, është prish, se është zbu toka dhe mos e një bageri të pastru dikun edhe shkatroj ma mirë se sa të kese... Apo më tregon qysh ka ndodhur? Unë për momentin nuk kom qenë këto, kom qenë rrugë, po vlla jem ka qenë prezent kur ju ka ardhur për 10 sekunda, 3 sekunda ujë. Edhe pse e kanë pa këto që është ra shi dhe është ardhur niveli ujit që është rrezik, janë futur atje natë, kemi një sallon më nalt edhe kanë marrë fëmijët edhe gruan, edhe i kanë hip nalt vllau. Edhe babën si ma plak ka shku ta marrë nusja ime dhe ka kap në atë shtëpinë atje, e ka kap ujti edhe nusën time edhe babën tim. Edhe babën time ka marrë ujti, s'ka mujt ta pështojë se nusja ime ka pas rrezikun e vet. Xhelil, a vazhdojmë shkojmë te shtëpia ku po shihen, veç se po shihen gjurmë, të cilat i kalon shiu. Besoj që mundemi me kalu. Po, mundna me kalu, mundna se. Kanë incizuar ato ton, po ato ton se. Do me thonë, uji ka qenë deri në këtë nivelin këtu. Uji ka qenë deri në atë pjesën atje lart. Deri këtë pjesë. Do me thonë ja këtu. Soni kam 1,74 m, do me thonë vetëm mu më kishte mblu. Edhe nuk ka qenë ujti përshushëm, po ujti ka qenë, nuk e di, nuk jam ekspert, po 50 m besoj që ka qenë në shpejtësi. Këtu i ka pas 2 veturat e mia të parkirume, nga këtu i ka prish i ka çuar atje, tu dijet atje. Edhe atje kum pas lokalin që ka shit në lokali lagjes, domethënë i lagjes vogël, edhe vllau ka qenë me nusën, i ka zonë tu ditë shiu atje në lokal. Më tregon kush ka qenë mbrana këtu në shtëpi gjatë. Këtu për momentin kena pas vend që nuk mund ta paramendosh, ka qenë vend i bukur, i mirë, po tash si për shefni duket që këtu mos me pas banu njeri. Po këtu ka qenë babain, e kanë shtin mëna duke rashi. Kur ka filluar ujti pak më nush, e kanë marr fëmijët i kanë hip lart, që kanë pasur diçka rrezik, se motis nuk ka hip mëna kur. Dhe kur ka ardhur ujti deri në këtë nivel, shoqja ime sikur më ka treguar se s'kum qenë prezent, aty babaim pas ka qenë dhe ka shkuar nisën me ta shpëtoi babën tim. Dhe në momentin babaim na shoh ajo dritare aty në sentimin babën tim për 10 sekunda ka hip ujti mat, ja sikur po shek këtë nivelin e ujit. Edhe babën tim e ka marrë dhe nusën time tu dit. Po nusja ime për fat ka dhe Zoti më dhënë imër dhe u ka për një druni dhe ka shpëtu. Po kanë 4 orë gjysmë kanë atë varr. Ço xhur me modën nga ujti sa që nuk e kanë dëgju. As nusja ime në anën time nga ajo dritare lart, po as nusja ime në anën time as ato s'kan mujt me komunikuar mes vete që më thonë a keni gjallë, a keni shpëtu. Si ka arrit me shpëtu nusja? Nusja ime deri momentin e fundit sa ka arrit ujti 50% në nivelin ka ra poshtë, nusja ime ka marrë guximin dalë vetë nga shtëpia. Dërkaq babai? Edhe babai ne ka pa mësitë e vet që tha, kush po, çfarë bani, ku po më çoni, se nuk ka qenë pak fort i vetëdijshëm për arsye se mosha e tij 85 vjet i ka pas. Edhe nusja ime më tha, më ardh keq shumë, po nuk mund ta ndihmoj dot, se shumë ujt i madh me sekunda ka ardhur 1 ditë 3 dhe s'ka pas shpëtim. Edhe për vllaun tim momenti vllai ka pas rrezik shumë, për arsye se këtu në lokal u kon lokal këto edhe nuk e ka paramenduar edhe ai që po vjen atë shuj, nuk e ka se kishte ikë vaj, se kishte pritë rrezikun. Po megjithatë i ka marr ujë, ka zonë ujë këtu mrena lokal. Edhe kur e ka pa në rrugë që ka më shumë ujë se sa këtu në lokal, se në lokal ndoshta dirë se kalon me ardh ujë tinja se këtu peshin edhe vetë është katastrofë. Edhe këtu vllau ka menduar që do ta mlon kejt, më merr menje edhe çka është mos interesanti që jam i lumtur që kanë pështu, nuse e vllavit tim ka qenë 7 zonë. Edhe ka pështu ka dhënë nga përpara, nga domethënë nga objekti kanë hip në dritaren e ditë, se s'ka pas mundësi asnjë kojshit javën që ndihmon. Se ato kanë pas rrezikin e vet, çdo shtëpi këtu sikur peshini, këtë hapësirë këtë janë kanë rrezik. Xhelil, a është kjo pjesa më e dëmtuar prej vërshimeve, gjithë lagjet që janë prek? Nuk jam i sigurt për ata, nuk di, besoj që nuk kam pas mundësi mi vizitu këtë lagje. Për sa ke pa ti? Për sa kam pa unë, sikur peshom, duket që këtu është më e dëmtuar, po është kava që poshtë bash
qendra Hasanbegut dhe atje ka shumë lëndime, sa atje ka pushu ujti tërësisht. Nga kjo pjesa ka hip nusja vllavit, dhe me thonë edhe ka shpëtu. Ja, pra po i shohim që policia veç se po vinë, Ja këtu kanë prunë. cilët po e kërkojnë vajzën 16 muajshe, Elife Fejzullahu. Ja, pra kushtrim ata nuk janë dalur që prej kur kemi ardhni, ne morëm vesh që janë 12 pjesëtar të njësisë policisë, njësisë speciale, cilët po e kërkojnë vajzën pa pushim. Banorët thanë që vetëm në ditët e fundit ata kanë ardhur dhe me qenë me kërku. Vendi ku po e kërkojnë është më larg, atje është një hapësirë mjaft e madhe, në ndihmë po u dalin edhe banorët e zonës. Kërkimi për gjetur vajzën 16 muajshe, e cila është dukur nga e shtuna, po vazhdojnë ende. Një pjesë e grupit, cilët po hulumtojnë, veç se kanë zbritur në këtë pjesën poshtë, ku po shihet që po vazhdojnë kërkimet edhe në kanal. Ne do të tentojmë të kontaktojmë. Përshëndetje, më tregu sa prej atje kur keni ardhur, sa keni mujt, keni gjetur ndonjë gjurmë ende deri tani? Ne jemi prej ditës parë. Sot është dita e 5 që kërkojmë. Dhe prej atje ku konë vetura e personave i fëmijët të humbur, prej atje i të kemi kërku, dy ditë ma pare gjetëm mujtë me gjithë një shishe të vogël me emin e ati fëmijët. Shtash kërkojmë hala, gjejmë disa gjurë vogëla, po ta shohmi, dhe në fund zdërzohemi. Prej kur keni fillu me kërku vajzën? Atë natë, rasti ka ndodhë ora 11 natës, pastaj ne mëngjes prej 10. Jemi mbledhë disa shokë, pastaj tu mbledhë për çdo ditë më shumë, jemi duke kërkuar. Sa po treguan të gatshëm banorët edhe institucionet që të kërkojnë vajzën bashkë me juve? Po, sa i përket asaj edhe ushtria, na kanë ndihmu boll, që sot kanë ofruar edhe disa qenë, kështu që kërkojnë që gjërmojnë. E do të mundohemi, po deri tash. Apo më tregon të lutem, apo bëhet më i vështirë tereni, apo është duke u lehtësuar për të gjetur vajzën? Po, çdo ditë është u vështirësu, se zonat qera që kanë qenë kafsh, sene, po vjen shumë era, dhe po është më vështirë për neve. Pastaj neve na thanë ata të ushtrisë edhe mjek, na thanë që më shumë të gjurmojni me erë. Po na, si mbas erave, po gjojmë shka mos kafsh, shka mos shpenzë. Ajo. Sa jeni të përgatitur me qizme ose me dorezë? Tash, po kem kanal dhe ishtash, u dash mi hek, mi lau pak. Do të nuk po kurseni as edhe një vend? Ne kemi marrë tonat, ne nuk kemi të këtij vendit, kemi ardhur prej tjetër kon, vetëm të gjurmojmë takshimi se nuk është lehtë me lënë një fëmijë. Do të vazhdoni edhe matutje që ta kërkoni? Deri sa të mundemi.